Vllaznia Futsale ka nisur sezonin në mënyrë bindëse duke konfirmuar statusin e kampiones në fuqi. Kuqërblut triumfuan 8-1 ndaj ekipit të forcave të armatosura në pallatin Qazim Dervishi në një ndeshje dominuar totalisht nga fillimi në fund. Protagonist absolut ishte Ari Djepaxhia me 3 gola, ndërsa Samir Hyseni realizoi 2 herë. Në listën e golshënuesve u shtuan edhe Alcid Tafili, Semir Gokaj dhe Denis Çokaj. Pas ndeshjes, drejtori Arben Xhaferi theksoi se objektivi i skuadrës mbetet mbrojtja e titullit kampion. Nuk mund ta quajmë që s'është në nivelin ton, por ekipi forcave të bani lojën e vet. Nuk është se nuk u impenju, por predominoi eksperjenca e ekipit ton, ndoshta edhe përgatitje fizike që ne kena 5-6 muaj që bëjmë stëvitje dhe këtë gjë djemtë treguan në fushë dhe diferenca u pa. Por gjithsesi meritet edhe tyne. Unë kam thënë edhe herë tjetër, është më vështirë me mbrojt titullin se sa me fitu. Ne jena si fitues në fuqi të kampionatit. Normal që objektivat tona nuk janë minimaliste, janë minimalisht të kalojmë në Final Four, në play-offin me 4 skuadra. Dhe aty më së nejtë fintofës më mirë. Ndërkohë portieri Maldin Tafa dhe lojtari Joalti Viziku u shfaqën të kënaqur me paraqitjen. Që herë por kur luan edhe me ekipin që është kampion, normal që janë emocionet edhe përgjegjësia janë të mëdha. Normal që jam i kënaqur sepse ti je pjesë e një ekipi kampion me to djem që kanë dhënë një kontribut pa për ekipin e Vllaznisë, edhe për qytetin e Shkodrës është një nder i madh. Vitin e kaluar ekipi ka dalë kampion, pavarësisht se s'kam qenë pjesë e ekipit. Po e një frymën e kampionit, sepse po punojmë me çunat për ditë, për sori, po na ndihmon shumë. Edhe besoj që ka kalu vjet, duhet me dëshmu prapësimjet, edhe besoj se do arrim. Një fillim i marr besoj është gjysa punë. Për Vllaznin është gjithmonë në krenari, domethënë për me lujt, sidomos edhe me një ekip kampion siç ka ndalë këto vjet, shpresoj ta marrim si mjet, edhe besoj që me gjithë sakrificën që po bëjmë çdo ditë do e marrim. Në javën e dytë Vllaznia do luajë në transfer ndaj Ata Market në Tiranë, ku synimi mbetet sërish fitoria.